Për të kuptuar skandalin e të ashtu quajturës paqe fiskale të Edi Ramës, mjafton të shohësh rastet konkrete të kompanive që pasi kanë grabitur shtetin, qytetarët, ligjet dhe punonjësit e tyre sot synojnë të grabisin edhe truallin publik për ta kthyer në terren ndërtimi. Bira Tirana është një nga asetet industriale më të rëndësishme që ka pasur vendi. Kur u privatizua nga qeveria e Ilir Metës për blerjen e saj, shfaqën interes kompani të mëdha të industrisë ushqimore europiane. Në atë kohë, Bira Tirana ishte një gjigant prodhimi aktiv. Kishte teknologji bashkohore, prodhonte birë cilësore nga uji i Selitës përmes linjës direkte, përdorte maltobio të kontrolluar nga teknolog të kualifikuar dhe karbonizonte produktin me gaz natyral të prodhuar në kushte laboratorike. Ilir Meta ja kaloi këtë aset 6 biznesmenëve shqiptar, të cilët nuk arritën kurrë ta menaxhonin. Konfliktet mes tyre e shndërruan Bira Tiranën nga një industri funksionale në një sipërmarrje që rrëshqiste vazhdimisht drejt dështimit. Faza më e rëndë erdhi kur pronësia përfundoi te Luan Bregasi. Në drejtimin e tij, Bira Tirana u kthye në një kompani që vetëm humbiste. Sipas një dokumenti të marrë nga dosjet e sekuestruara nga krimi ekonomik, kompania regjistronte humbje vjetore mbi 50 milion euro. Kjo do të thotë se ndërmarrja nuk ishte në gjendje të paguante detyrimet ligjore, faturat e energjisë, ujit dhe shërbimeve të tjera. Ajo akumuloi borxhe të mëdha doganore dhe tatimore dhe mbi të gjitha nuk pagoi sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve. Punonjësit u larguan pa paga, pa sigurime dhe pa asnjë detyrim të përmbushur nga kompania. Sipas ligjeve në fuqi, një subjekt që nuk arrin të kryejë detyrimet bazë duhet të shpallet në faliment dhe administrimi i kalon shtetit. Shteti duhet vendos nëse rikapitalizon ndërmarrjen ose shpërndan pasurinë për të shlyer detyrimet ndaj punonjësve dhe institucioneve. Por me paqen fiskale po ndodhte kundërta. Edhe subjekte si Bira Tirana zerohen nga detyrimet dhe u jepet mundësia të nisin nga e para mbi të njëjtat asete. Pronësia e Birës Tirana, një truall me vlerë të jashtëzakonshme në zemër të Tiranës, shndërrohet në objekt ndërtimi ose shitet si pasuri, duke përjashtuar shtetin dhe punonjësit nga çdo e drejtë. Kjo përbën një vjedhje të shumëfishtë, vjedhje ndaj shtetit, vjedhje ndaj punonjësve dhe vjedhje ndaj qytetit. Sipas informacioneve, edhe nëse qeveria do të formalizojë paqen fiskale me Luan Bregasin, i cili është edhe nënkryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe pjesë e mazhorancës, punonjësit nuk do të lejojnë që trualli i Birës Tirana të kthehet në pallate. Ish-punonjësit kanë në dorë prova dokumentare që tregojnë shkeljet dhe abuzimet ndër vite. Ato deklarojnë për pamfletin se edhe nëse drejtësia nuk vepron, ata janë gati për një betejë të re. Në këtë betejë ata kujtojnë Fatmir Pemën, teknologun e shkëlqyer që humbi jetën disa vite më parë pasi u hodh në rrugë nga këta biznesmen. Shpirti i Fatmirit dhe i shokëve tana e forcë, nëse duhet do ta tundim Tiranën, thon ish-punonjësit e Birës Tiranë.